Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur të shtyjë shqyrtimin e ankimimit të paraqitur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia, i cili kundërshton vendimin e shkallës së parë lidhur me pezullimin e afateve të paraburgimit. Sipas trupës gjykuese, arsyeja e shtyerjes lidhet me një parregullsi në procedurën e njoftimit të kryebashkiakut për zhvillimin e seancës, shka e bën të domosdoshme përsëritjen e thirrjes në kushte të rregullta procedurale. Gjykata ka vendosur që shqyrtimi i kërkesës të zhvillohet në një datë re me 29 prill, duke i dhënë kohë palëve për të garantuar përmbushjen e të gjitha rregullave ligjore të njoftimit dhe pjesëmarrjes në proces. Nga ana e tij, avokati Veliajt, Blaren Dreca, në një prononcim për mediat ka deklaruar se nuk ekzistojnë arsye ligjore për pezullimin e afateve të paraburgimit, duke e konsideruar kërkesën e palës së tij si të mbështetur në bazë të fortë procedurale. Po ajo që është më e rëndësishme dhe është më themelore është ndryshimi i kësaj praktike, e cila po dëmton sigurisht jo vetëm zot Velia, por me ç'duket dhe me ç'kam kuptuar nga praktika që është instaluar, po dëmton të gjithë paraburgosët të cilët nuk kanë arsye pse t'u prezullohet paraburgimi, por sa kohë që avokatët e tyre, po ata personalisht vetë nuk kanë shkaqe të paligjshme për shtyrjen e seancave. Erion Velia i vijon të mbahet në paraburgimin e Durrësit prej më shumë se një viti, ndërsa çështja e tij është ende në shqyrtim në sistemin e drejtësisë.